Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Raportet shqiptaro-amerikane janë një çështje mjaft e rëndësishme për kombin shqiptar. Shqiptarët gjithmonë e kanë vlerësuar Amerikën si kombi apo vendi që i ka mbështetur në historinë e tyre moderne. Sot, për të diskutuar për këtë çështje, për raportet shqiptaro-amerikane, për rrugën e zhvillimit demokratik të Shteteve të Bashkuara dhe për vijueshmërinë e këtyre raporteve, kam ftuar në studio profesor Luk Junçaj, me cilin do të trajtojmë pikërisht këtë rrugtim që ka bërë Shqipëria së bashku me Amerikën, sidomos në shekullin e 20 edhe në shekullin e 21, për të qenë së bashku, për gjetur tek Amerika idealin e lirisë, por dhe mikun që ka ndihmuar Shqipërinë. Zoti Luk, mirë se erdhët. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Natyrisht për këtë çështje ka mjaft pyetje, po më mirë ne po hym direkt në temë për të trajtuar këto problematika. Ka një çështje që shpeshherë për të huaj apo vetë amerikanët ndoshta se dinë, pse shqiptarët konsiderohen ndër popujt më pro-amerikan në Evropë, edhe kur nisi kjo miqësi shqiptaro-amerikane? Shqiptarët si një kombë i coptuar, i vujtur, i robëruar, kanë pas shumë nevojë për një mbështetje nga jashtë, të rrethuar prej armiqve shekullor, greko-slav, është kënd shumë e rëndësishme për ta të kenë një mik të fortë që këta tjenë të bëhen zot të vetë, përmes atij mikut të bëhen zot të vetit në trojet e veta. Për një kohë të caktuar, deri në luftën e parë botërore, atë rol e luante Austro-Hungaria, një fuqi e konsiderueshme evropiane, por mbas që ata humbën luftën e parë botërore, këtë rol do ta merrte Amerika më shumë se askush tjetër. E di se ne janë kohemi shumë se Evropa na ka coptuar tjera, po në vërtet Austro-Hungaria ka kënë Evropë. Ata e kanë formua shtetin shqiptar, ata e kanë ndihmuar shtetin shqiptar dhe kanë bërë çmosin për ta ngrit popullin shqiptar që të jetë faktor në Ballkan. Poeti ynë i madh, Fishta, ka atë fjalën e minjor për të gjithë, mo Evropë, mo e moti. Shumë e vërtet, edhe ajo përstritet jashtëzakonisht shumë, po është një fjalë amerikane që ne duhet të marrim përgjegjësinë tonë për ato çka ka ndodhur. Shqiptarët nuk kanë vepruar që të jenë me Evropën, po kanë zgjedhë perandorinë otomane, kanë zgjedhë lindjen e mesme, më tepër se Evropën për një kohë të caktuar, dhe kuptohet robëria e ka bërë vetën. Por megjithatë, Austro-Hungaria na është gjetë afër dhe pa Austro-Hungarinë, Shqipëria do të ishte kënë krejt ndryshe. Kush e njeh historinë e Evropës ashtu siç e njihni ju, edhe ne shqiptarët, natyrisht e kemi këtë mendim mas studimeve, mas raporteve të ndryshme historike, por natyrisht fuqitë e mëdha veprojnë në favor të interesave të veta, dhe Austro-Hungaria kishte interesat e veta gjeopolitike të kohës, pa e mbështeste Shqipërinë. Cilat ishin ato? Ajo ishte fati ynë që Austro-Hungaria ishte në anën tonë, sepse ata kishin konkurrent kryesor Rusinë dhe aleatët rusë, të cilët ata nuk donin t'i lënin të delin në ujërat e nxehta, dhe Shqipëria kuptohet se ishte ai synimi kryesor i Serbisë për të dalë në Durrës për të marrë Shqipërinë, dhe Austro-Hungaria nuk do ta lejonte një gjë të tillë. Pra ishte ajo ana strategjike e tyre që e ndihmoi Shqipërinë, se nuk ishte vetëm se ata kishin një simpati aq të madhe për popullin shqiptar dhe donin ta mbronin, po ishin, kuptohet, interesat e tyre të perandorisë austro-hungareze. Pas luftës së parë botërore, në vitet 18, 1918, 1919, 20, Evropa e pas luftës së parë botërore, por përpiqej të gjente aleanca të reja, të qetësonte, dhe fuqi të tilla si Austro-Hungaria, si pasojë e luftës,
apo dhe si pasojë e revolucioneve brenda ndarjes së popullsive të ndryshme të cilët ishin nën perandorin, e humbi vlerën e saj. Në këtë moment, shqiptarët ishin pas një aleat. Si u afruan shqiptarët me Amerikën dhe pse e gjetën këtë mbështetje tek Amerika? Fati i shqiptarëve ka qenë se në atë kohë kur shqiptarët luftonin për pavarësi, pra luftonin të formonin shtetin e vetë, Amerika në atë kohë forcohej dhe bahej fuqi botërore, e cila do të na gjindej për krah, mbas ramjes së Austro-Hungarisë. Një gjë që shumica e njerëzve nuk e dinë është se Amerika s'ka qenë e fuqishme në fillim. Ka qenë një shtet i vogël me popullsi 2.5 milion, atë sa ka Shqipëria sot. Por me kohën ajo ka shku duke u rrit. Rritja drastike ndodh ka fundi i viteve 800. Industria rritet, popullsia rritet, inovacionet, zhvillimi është i jashtëzakonshëm në Amerikë. Territori në fillim ishte 27% e territorit që ka sot Amerika. Pra Amerika ishte e vogël në atë kohë, e pafuqishme, edhe merrej me Amerikën për një kohë shumë gjatë. Por kur ajo forcohet, bëhet fuqi botërore, ajo ndryshon apo krijon politikë të jashtme, se për një kohë shumë gjatë as nuk ka pas politikë të jashtme, se ishte e preokupuar me territoret e veta këtu, ose edhe me Amerikën Latine. Presidenti Monroe ka doktrinën e vetë të famshme që Amerikat mos t'i prekin të tjerët, nuk kanë punë të marrin koloni këtu. Ajo ishte fillimi i foreign policy apo politikës jashtme, po me luftën e parë botërore Amerika zgjeron politikën e jashtme dhe inkuadrohet në Evropë dhe ai ishte fati i shqiptarëve. Fati i shqiptarëve, po njëkohësisht unë do të theksoja vitin 1917, kur Amerika nga një vend paqësor dhe presidenti Wilson deri atë kohë kishte ndjekur politikën paqësore, por i ndodhur përballë luftës botërore ndryshoi qëndrim. Angazhimi i Amerikës në Evropë, që ndodhi pikërisht në këtë vit, bëri që shqiptarët ta shohin Amerikën si një vend mbështetës. Si mund ta analizojmë? Pse? Pse e gjetën Amerikën si një vend ku ata mund të mbështeteshin për fatet e veta? Po, presidenti Wilson, kur shkon në Evropë, ai shkon me një plan, me një big picture, me një plan gjithëpërfshirës për botën. Lufta e parë botërore ishte shumë e përgjakshme, brutale, dhe ky shkon me një plan që mos përsëritet më një luftë të tillë, sepse industria, armatimet e reja, tjera kishin bërë dame të jashtëzakonshme, humbje të hatashme në popullsinë evropiane, dhe ky ka një plan që të krijohet një botë më e mirë, një botë e paqë, një botë pa konflikte të tilla, sepse ajo ishte veç shkatrim. Në vërtetë Evropa edhe në luftën e parë botërore, por edhe në dytën kanë shkatruar njëri tjetrin si asnjëherë më parë. Fakti se industria kishte ecur përpara, teknologjia, ato i ban luftrat shumë më shkatrimtare se më parë. Po atëherë cili është roli i presidentit Wilson, që njihet nga gjithë historia shqiptaro-amerikane, nga roli i diasporës në ruajtjen e integritetit apo të një përthame të kombit shqiptar në një shtet të caktuar kombëtar? Po, në bazë të saj që unë kam pa, presidenti Wilson e ka njoftë problemin shqiptar. Me siguri, shqiptarët e Amerikës, të Bostonit, vendeve tjera, kanë pas kontakte me presidentin Wilson, po nuk është se ai ka mbrojtur vetëm shqiptarët. Ai, me ato 14 pikat e tij, ai ka pas plan që të mbrojë të gjithë popujt, që të ketë drejtësi në botë, se drejtësia sjell paqe. Edhe në atë aspekt ai i ndihmon kombin shqiptar, duke i ndalë një coptim të ri, se harta shqiptare e Shqipërisë kishte thikat mbi të.
Vlora, ajo pjesë atje do i shkon të Italisë, jugu do i shkon të Greqisë, veriu do i shkon të Serbisë, por Wilsoni në mënyrë të rrebt e ndal atë coptim dhe thot nuk do të ketë coptim të Shqipërisë, po edhe të vendeve tjera. Po pse u rrit kaq shumë roli i Amerikës në këtë momente, që të përcaktonte se cilët do të ishte fati i kombeve? Amerika kishte shumë fuqi në atë rast. Amerika kishte shpenzuar shumë kapital në luftën e parë botërore. Pra kishte investua te aleatët shumë të jashtëzakonshme para se ata të bajnë luftën. Edhe kishte marrë pjesë në luftë. Amerika kishte marrë pjesë aktive në Francë dhe e kishte ndryshua rrjedhën e luftës. Dhe për ata kishte shumë fuqi në atë aspekt, por edhe investimi që kishte bën në luftën e parë botërore po ashtu i jepte forcë asaj. Se vëre që në raportet apo në mbledhjet mes fuqive të mëdha, ata tashmë prisnin se çfarë vendimi do jepte Amerika. Nuk ishte Anglia dhe Franca që përcaktonte, megjithëse kishin një marrëveshje të fshehtë për coptimin e Shqipërisë në vitin 1915. Po, ata kishin bërë planin që Shqipëria do të coptohej, por Amerika e ndalë atë. Dhe pa Amerikën aty, në atë konferencë në Versailles, mendoj se përfundimi do ishte kanë ndryshe për Shqipërinë. Për ta treguar se si lindi Amerika, dhe pasaj do kthehemi sërish tek marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Ti kthehemi historisë. Pse ky shtet, Amerika e krijuar nga baballarët e kombit, ishte ndryshe nga shtetet e tjera të asaj kohe? Kthehemi në vitin 1776. Po, Amerika bëri një luftë që ishte i pabarabartë. Nuk prite se do fitonte, po ajo me ndihmën e francezëve e tjerë e mundi Britaninë e Madhe, fitoi lirinë dhe Amerika donte të bënte një shtet që do t'ju shërbente popullit amerikan. E donte një shtet që të jetë sa ma i mirë që mund të bëhet. Dhe baballarët, founding fathers, punuan në këtë aspekt në mënyrë diligjente dhe i vunë bazat e shëndosha të shtetit amerikan, i cili me atë kushtetutë që ata e banë atëherë vazhdon të lulëzojë, të rritet, të ecë përpara si asnjë shtet në botë.